Përshëndetje miq të dashur. Sonte dua të flas për një temë interesante dhe ama shumë të rëndësishme. Pra, nuk do të flasim për partitë politike, as për zgjedhjet, as për qeverinë, as për kandidatët e as për opozitën. Do të flasim për njërin prej problemeve më serioze me të cilin po ballafaqohet shoqëria jonë. Për gjendjen psikologjike. Do të flasim për mendjen e shqiptarit. Pse e shoh të domosdoshme që të trajtohet kjo temë sot këto? Sepse një këmbë mund të mbijetoj edhe në ekonomi të dobët për një periudhë të caktuar. Mund të mbijetoj edhe në ndonjë krizë apo kriza të ndryshme politike. Mund të mbijetoj edhe me sfida ndërkombëtare. Por, asnjë këmbë në botë nuk mund të mbijetoj gjatë nëse e humb ekuilibrin e tij psikologjik dhe ka përthehet nga gjendja histerike e përgjithshme siç është duke ndodhur sot me neve shqiptarët. Prandaj, që në fillim dua të shtroj këtë pyetje. Apo jetojmë ne në një shoqëri që po sëmurret mendërisht nga urrejtja, nga tensioni dhe histeria e përgjithshme? Dijeni si Zoti një. Shoqëria shqiptare është duke vuajtur nga trauma e akumuluar për një kohë të gjatë dhe kjo traumë ka filluar të shndrohet tani më në mekanizëm të përditshëm që po e udhëheq mendjen e shoqërisë sonë, mendjen e shqiptarëve. Në psikologjinë sociale ekziston koncepti i quajtur trauma kolektive. Kjo ndodh kur një popull kalon për dekada të tëra në për luftra, në represion, në pasiguri sociale, pasiguri të përgjithshme dhe natyrisht kalon në për konflikte të vazhdueshme. Shqiptarët, shikuar historikisht, sidomos në 150 vjetët e fundit, kanë kaluar në për periudha tepër të rënda. Pas rënjes së perandorisë osmane mbi kokat shqiptare fillojnë luftrat ballkanike. Pasojnë më pastaj 2 luftrat botnore, pastaj vije komunizmi si një çekan që e ndrydh mendësinë shqiptare, pastaj shpërnguljet masive të shqiptare, pastaj represioni serb, pastaj lufta e Kosovës dhe në fund tranzicioni i pasluftës. Dhe pikërisht në këtë kohë tranzicioni fillojnë të duken pasojat e asaj që thash pak më parë. Për fat të keq, në të shumtën e rasteve, plagët historike nuk janë trajtuar si dohet ndër ne shqiptarët. Ne, pas luftës tani, kemi rindërtuar rrugë, kemi bërë shkolla, i kemi rindërtuar xhamit, kemi rindërtuar shtëpitë tona, por, çuditërisht dhe për fatin keq tonin, askush nuk është marrë deri më tani seriozisht me problemin e psiqikës ton kolektive. Prandaj, sot shohim irritim të lartë ndër ne, reagimet të ashpra edhe për çështjet më të imta, më të vogla, më të pavlera dhe natyrisht shohim një mungesë absolute të durimit mes nesh. Sot, miq të dashur, politika tek ne është shndruar në identitet. Ky nuk është fenomen i rastësishëm dhe i lehtë që do të kalohet pranë tij pa e vërejtur dhe pa e trajtuar. Është problem shumë i rrezikshëm.
Në demokracit e pjekura, njerëzit votojnë një parti. Në shoqërit e polarizuara, sikur jemi ne, njerëzit fillojnë të identifikohen në bazë të partive. Edhe kur ndodh kjo, kritika ndaj një partie apo ndaj një oponenti të ndonjë partie tjetër perceptohet menjëherë si sulm, perceptohet si një atak personal, si një nënvlerësim personal të individit apo të partisë tjetër. Në kësë raste, qytetari më nuk diskuton, nuk konsiderohet diskutim. Ai lufton, nuk argumenton. Ai etiketon, nuk dëgjon. Ai sulmon. Dhe kjo është arsyeja pse sot shumë njerëz, mbase edhe shumë familje shqiptare nuk mund të diskutojnë rreth politikës pa tensione të ashpra. Miqësitë e dikurshme janë prishur shumë, farefisni janë ftohur mes vete, shoqëria është ndarë në kampe dhe në bloqe dhe politika ka arritur deri atje sa të ja imponoj individit dhe pjesëve të ndryshme të shoqërisë përcaktimet identitare në bazë të pëlqimit apo mbështetjes së njerëz apo partisë tjetër. Për fat të keq, një fakt tjetër, rrjetet sociale sot janë bërë mekanizma, janë bërë fabrika të agresivitetit ndër ne. Në vend që rrjetet sociale të kishin shërbyer për një mirëkuptim, për përhapjen e vlerave, për promovimin e njerëzve me vlera, për promovimin e ideve që do t'i nevojiteshin njerëzit, kjo ka mbet pak, por ajo që e ka prodhue dhe e ka imponue pjesëmarrja, kyçja jon në rrjete sociale e ka sjell agresivitetin si shahdamari i shoqërisë sonë. Dhe në qëtë pikë mendoj se do të ndalna pak ma shumë. Ata të cilët kanë përvojë me rrjete sociale e din, po flas për ata të cilët nuk e din. Dëgjoni miq, algoritmet e rrjeteve sociale nuk i shpërblejnë urtësitë e njerëzve. Qashtu është sistemi aty i rregulluar. Ato shpërblejnë emocionin. Do me thonë, sa më i zemëruar që je dhe sa më të zemëruar e paraqet veten nëpërmes rreshtave apo videove të cilat ti i poston në rrjetet sociale, aq më gjatë qëndron online dhe në vijen e parë të shikueshmërisë. Sa më shumë konflikte që bëhen dhe prezentohen në rrjetet sociale, algoritmet e rrjeteve sociale aq më shumë imponojnë apo nxisin klikime, nga ku përfitojnë ata të cilët i hedhin në rrjete sociale ato natyra komunikime. Tjetra, sa më shumë urrejtje që tregohen në për rrjete sociale, aq më shumë shpërndahen ato. Prandaj rrjetet sociale sot janë duke e ushqyer një cikël të vazhdueshëm zemrime. Njeriu qohet mëngjes edhe nis jetën me konflikt, duke pasë çfarë është shkruar, thënë e promovuar në rrjetet sociale. Pastaj flan me konflikt. E hap telefonin, sheh konflikt. E dëgjon televizionin, sheh gjithashtu konflikt. E hap Facebookun, edhe aty sheh konflikt. E gjithë kjo krijon atë që psikologët e quajnë stres kronik kolektiv. Kjo është boshti i asaj të cilën unë dua ta trajtoj këto. Jo si psikolog
ose si mjek, ose si neurolog, jo, si jam asnjëri prej tyne, por si një njeri i cili i përcjeli edhe rrjetet sociale, mbase jam pjesë e tyre, por edhe si një njeri i cili jeta ma ka imponuar një dinamik të mos thom të veçantë, një dinamik të caktuar. Jeta ime shkon me njerëz, me kontakte me njerëz, kontakte fizike, ose nëpërmes videove sikur që është tani, ose nëpërmes postimeve në rrjete sociale, nëpërmes mediave në të cilat deri para 2 vite kam qenë vazhdimisht aktual aty. Në rrjete sociale dhe nëpër media, debatet tallava dhe kakofonit kanë zënë hapësiren më të madhe në jetën e shqiptarëve. Unë prej afro 2 vitesh kam refuzuar të marr pjesë në shumë debate publike, në shumë debate politike, veçanërisht në studio të mediave shqiptare. Jo sepse nuk kam qëndrim, apo sepse nuk kam çka të them. Jo sepse nuk kam argumente, por pikërisht sepse kam refuzuar që të bëhem pjesë e një kulture ku nuk kërkohet ma aty e vërteta, por vetëm spektakli. Debati publik në shumë raste sot është shndruar në ndërprerje të njëri tjetrit në për debate, është ndruar në britma të trishta dhe as pak të jeshme, është ndruar në etiketime, në poshtrime të qëllimshme, për të pas sa më shumë klikime dhe për të denigruar personin të cilën e ke përpara. Ato debate janë shndruar në konflikte edhe artificiale, të qëllimta pikërisht për shkak të nevojës për klikime, pa e vrar mendjen dhe pa e brengos shpirtin se nëpërmes asaj mënyre qysh je ti duke vepruar, je të e vrar shpirtin shqiptar. Ke hy në familjet shqiptare dhe ke shkaktuar probleme, trauma, konflikte, ndarje, të gjitha ato të cilat i rendita pak më parë. Pra, qytetari sot shqiptari largohet nga një emision më i lodhër se sa që ka qenë para se ta shikon emisionin. Në vend se të ndodh e kundërta. Në vend se të jetë kur është i lodhur, i raskapitur gjatë punës dhe dinamikave të ditës, të ulet para televizionit dhe të shqiqon një debat dhe të qilodhet aty, të kënaqet aty, duke biseduar, po ndodh e kundërta. Shqiptari sot e mbyll debatin, e mbyll televizionin ku zhvillohet debati dhe nga aty largohet më i lodhur, më me shtres. Shumë më rënd se që ka qenë para se të fillon shikimin e atij emisioni. Kjo natyrisht është fillimi i etapës ku më pastaj krijohet ambienti edhe për dhunë, ndonjëherë edhe dhunë që rezulton me grushta. Dhuna fizike është faza e fundit e këtyre proceseve paraprake që ty të servohen për çdo ditë të lume. Para dhunës fizike, për rastet konkrete po flas, është dhuna verbale, është dhuna psikologjike, është linçimi publik, është pastaj përjashtimi social për shkak të qëndrimeve të tua të cilat i mban dhe i mbron, është dehumanizimi i kundërshtarit. Aty në studio, aty në debate dhe ajo reflekton edhe në jetën e përditshme. Kur për vite të tëra mësohemi të shohemi tjetrin si armik, një ditë dikush kalon nga fjala në veprim, prandaj çdo shoqëri duhet të kujdeset shumë
për gjuhën të cilën e përdor dhe duhet të kujdeset shumë t'i këshillojmë edhe të tjerët se çfarë të shikojnë, çfarë të lexojnë, çfarë të dëgjojnë, ku të marrin pjesë për t'i shpëtuar për proceseve, hapave fillestar të cilët çojnë deri ka një mendësi që e lyp dhunën dhe i bëhet dhuna pjesë relevante, e pandashme, e patjetërsueshme e jetës së tij. Në këtë raste, çfarë duhet të bëjnë shqiptarët? E para, miq, këshillat konkrete të mijat do t'i jap pak më vonë, po paraprakisht po duhet me e përshkrue këtë gjendje histerike, këtë traumë në të cilën kanë ra shqiptarët tanë. Atë që duhet ta bëjnë shqiptarët fillimisht është një dietë informative. Jo ma shumë se 30 deri në 60 minuta mas shumti lajme të politikës ditore. Nuk është normale, o miq, kudo që jeni, nuk është normale të konsumosh konflikt, ambient dhe atmosferë dhune 12 orë në ditë. Nuk është normale. Ajo reflekton në jetën tënde. E dyta, çfarë duhet të bëjmë? Çfarë duhet të bëjnë shqiptarët për të shpëtuar kësaj gjendje? Që e dëgjuat dhe që do ta dëgjoni edhe më rënd në minutat në vazhdim. Duhet të bëjmë kthimin ka familja, ka ambienti familjar. Të bëhen biseda të qeta, reale, të bëjmë vizita tek njëri tjetri, të ruajmë si sytë e ballit miqësitë të cilat i kemi pas, të krijojmë shoqëri të reja dhe t'i promovojmë shoqëritë e deritanishme. Njeriu nuk mund të shërohet para ekranit. Njeriu shërohet para njerëzve. Njeriu sot nuk mund të gjejë qetësinë që ja lyp shpirti para ekraneve televizive shqiptare. Atë ka shans të madhe të gjej midis njerëzve. E se si, e shpjegojmë më pastaj. Do të ketë kësi aktivitet fizik, ecje, sa më shumë me ecë, së paku 1 orë në ditë. Si pas mundësive të përdoret noti, të luhet futbol, basketbol, aktivitet fizik. Psikologët e njohur të botës e konsiderojnë aktivitetin fizik një nga ilaçet më të fuqishme kundër ankthit, kundër stresit, kundër gjendjes e cilat të çon tek trauma dhe që më pastaj ta lyp dhunën, ta lyp atmosferën ku ti sheh përlamje, ku sheh dhunë aty. Aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Një ndër oponentet, elementet, kyçe më të rëndësishme të namazit për ata të cilët e falin namazin është pikërisht namazi. Aktiviteti fizik që bëhet aty 5 herë në ditë, 5 herë në ditë, 5-60 herë, 7-80 herë, me ungrit, me ra, kokën me ullën, trunit me aque gjakun, me u qetsu, me i shtrengue kamt, me ullën mbi to, tek namazi, nëse nuk arrihet, mas thash Zoti, që ne të ecim 1 orë në dite, atëherë namazi, së paku i namazlis, i ndihmon shumë në këtë që po them, në nevojen për një aktivitet fizik. Një tjetër gjë, të cilën me patjetër do ta bëjmë, është lexim sa më shumë. Më pak të lexohen statuset, më shumë të lexohen librat, më pak të bëhen komente dhe të lexohen komente, më shumë të kërkohet dija nga ata të cilët nëpërmes librave, nëpërmes analizave, qoftë edhe nëpërmes komenteve e statuseve e videove
të cilët promovojnë dije, jo ata të cilët promovojnë konflikte, sa për algoritmat të cilat i promovojnë rrjetet sociale. Dhe çka është më kryesorja në rastin konkret, dohet që kundërshtarin mos ta llogarisëm për armik. Kjo ndoshta është, jo ndoshta, por unë mendoj se është pika më e rëndësishme. Një shqiptar, vllazën, që voton ndryshe, nuk është armik i yti bre. Ai është një kundërshtar politik që mendon ndryshe. Pse bre ti dosh me menua si une? Pse bre ti dosh me votues qysh votoj une? Pse bre une dohet për me qenë i mirë të ti, une dohet me qenë ti. Dohet me menu në hijen tane. A dini o miq, a mund të besoni se edhe në Kur'an, imagjinoni, Allahu në Kur'an thot, me pas dasht une, të gjithi kisha bot njëjtë. Të gjithi kisha bot të një feje. Që i bje, me interpretue, me komentue, me shpjegu, trajtu këtë ajet, kish mujt Allahu Gjellëshanuhu me na bo krejt si delet. Niset e para krejt për mas. Po na ka dhanë arsyen se cili si pas mendësis, si pas mundësis, si pas vullnetit të vetë. Gjatë qësoj periude, me i dëgjua njerëzit e menqëm, me lexu libra, me i ikën konflikteve, me i ikë debateve që të imponohen në jetën e përditshme. Por, nuk je i detyrushëm o vlla me qenë i të njëjtit medhheb që flet hoxha. Nuk je i detyrushëm me qenë i të njëjtës fe që të promovohet përpara. Allahu Gjellëshanuhu e ka lanë punën e imanit në vullnetin e lirë tanin. Në vullnetin e lirë tanin është edhe përzgjedhja. Për këtë arsye, ti je përgjegjës për atë të cilën e përzgjedh. Dhe ke me u pyetër për përcaktimin tënd. Por është në dorën tënde. Një shqiptar që mendon ndryshe prej teje nuk është tradhtar, o vlla vjen. Një shqiptar që kritikon nuk është domosdoshmërisht kundërshtar i yti, kundërshtar i shtetit. Jo, demokracit, tek e fundit, demokracit jetojnë nga dallimet që janë aty, jo nga imponimet që të gjithë të janë të njëjtë, të mendojnë njëjtë, të votojnë njëjtë, ndërsa ata të cilët nuk janë të tillë të shpallen për tradhtar e për armiq. Të nderuar, rreziku më i madh për Kosovën sot nuk është vetëm rreziku apo vështirësia ekonomike, apo vetëm fragmentimi, ndarja, bllokimi politik. Unë e shoh diçka shumë më thellë se kaq. Rreziku më i madh është që të mësohemi ne me urrejtje. Që të na bëhet urrejtja fryma dhe mendësia jonë. Kur urrejtja, të mbani mend këtë, bëhet normale, kur sharja bëhet kulturë dhe kur agresiviteti bëhet gjuhë e përditshme, atëherë shoqëria fillon të humbas aftësinë për të menduar i qetë. Dhe kur nuk mendon i qetë, kur nuk mendon e qetë një shoqëri, ajo shoqëri gjithmonë ka me gabue. As një parti tek ne ndër shqiptarët, në rastin konkret në Kosovë, nuk vlen ma shumë se sa shëndeti mendor i një shoqërie, i kombit shqiptar. As një lider ndër shqiptar nuk vlen ma shumë se sa paqja shpirtërore në familjet tona, në mesin ton si shoqëri, mes neve si individ dhe si grupe të ndryshme që mendojmë ndryshe nga të tjerët. Dhe as një fitore politike nuk e kompenzon humbjen e respektit mes njerëzve, të një familje, të një gjaku, të një fshati, të shoqërisë në përgjithësi. Kosova nuk ka nevojë për ma shumë britma, se që na u ka qa kryet deri me tani.
nuk ka nevoj për më shumë histeri se që është imponuar shoqërisë tonë. Kosova nuk ka nevoj për më shumë urrejtje, ka nevoj për qytetarë që din të mendojnë qetë, që i promovojnë vlerat, ka nevoj për shqiptarë të cilët din të zgjedhin, din të dëgjojnë dhe din të respektojnë vlerën dhe njeriun që promovon vlera. Sepse shikuar në gjendjen e tanishme në botë të shoqërive, e sidomos kthyer në historinë njerëzore, shtetet nuk shemben vetëm kur i humbin luftrat, por shpesh ka ndodhur. Ato fillojnë të shemben kur humbin qetësinë e mendjes kolektive. Pra, shëndeti mendor i shqiptarëve, i cili është lëkundur thellë në epokën e polarizimit në të cilën po jetojmë, është një ndër problemet më serioze me të cilat do të mirret shoqëria. Do të mirren do të mirret politika, do të mirret shteti. Qysh po e shohmi, shoqëria jonë e shashtrisur pas krahve politik e pas partive. Shoqëria jonë e cila kaq shumë influentohet, kaq shumë nxitet dhe polarizohet nëpërmes medjave. Shoqëria jonë në të cilën është krijuar një frymë, një kulturë gjithëpërfshirëse e konfliktit, si mund ta imagjinoj veten nesër të ballafaqohet me problemet dhe dinamikat e botës, me dinamikat e marrëdhënieve ndërkombëtare që po krijohen. Nëse do t'i kërkoje ta zëm një sociolog, një psikolog, një neurolog, apo edhe një hoxha, një prifti, një teologu të sinqert, ta përshkruajnë me një fjalë gjendjen aktuale të shoqërisë sonë, ka shumë gjasa që të katërtit këta kishin me përfundu në një koncept të vetëm. Shqiptarët i ka kapluar lodhja kolektive, si rezultat i frymës në të cilën sot janë duke jetuar, si rezultat i fragmentimit, i ndarjeve në bloqe deri në përmasa armiqësie midis partive politike dhe, siç thash në hyrje të videos, si rezultat i 150 vjetëve të fundit, sidomos i 150 vjetëve të fundit, vazhdimisht mbi kokat tona kanë kërsit luftrat ballkanike, luftrat botnore, luftrat e Serbisë, represioni i Serbisë, vrasjet, gjenocidet, dhunimet, shpërndarjet, përzënjet, egzodet e shqiptarëve, krizat ekonomike, krizat sociale, krizat politike, krizat e tjera, dhe e kanë sjellur deri këto sa edhe sociologu, edhe psikologu, edhe neurologu, edhe teologu i sinqert do të thoshte se shqiptarët i ka kapluar lodhja kolektive. Nuk është rastësi që sot në Kosovë, në Shqipëri dhe në diasporë shpesh e dëgjojmë shqiptarin, shpesh i dëgjojmë njerëzit e tanë të thonë se jam lodh prej politikës, na ka lodh politika, nuk dua të shoh më shumë lajme, po mundohem me i ik debateve televizive, nuk po muj me i dëgju debatet televizive, po na helmojnë jetën, se çfarë janë duke fol e si janë duke u përla dhe polarizuar. Dhe kjo nuk është thjesht paknatësi, vetëm paknatësi politike, por ti je imponuar në jetë shqiptarit dhe ke filluar me çorientue në jetën e tij. Të gjitha të mirat materiale i ka njeriu në diasporë
Dhe shumë njerëz edhe në gjeografinë shqiptare nuk janë të kënaqur. Faktorët të cilat i përmenda nalt, elementet destruktiv të cilat i përmenda nalt, janë fajtorët kryesor të cilët shoqërinë tonë e kanë sjellë në këtë gjendje. Edhe kjo është një simptom e një fenomeni shumë më të thellë. Është konsumimi, harxhimi gradual i energjisë psikologjike të shoqërisë shqiptare. Në dekadat e fundit është folë shumë për ekonominë, është folë për shtetin, për integrime, për zgjedhje, për parti. Por, e përsëris, shumë pak është folë. Aq më pak është pa e rëndësishme shëndeti mendor i kombit shqiptar. Një komb, e them me bindjen më të madhe, me fakte shkencore, nuk smuret vetëm nga gjendja e rënd ekonomike, nuk smuhet vetëm ekonomikisht. Një komb mund të smuret edhe emocionalisht dhe pikërisht këto që ku ndodhemi sot. Shqiptarët sot janë të sëmur në kuptimin emocional. Nuk janë rahat, nuk jemi të ilan rahat shqiptarët. Ka një klik, një grup mesin tonë, që qëllim shumë dëshiron me i qartë, me i shashtris shqiptarët, me postimet e tyre, me emisionet e tyre, me qasjet e tyre, me punën e tyre për t'i bë pike 5 shqiptarët. Pra, shumë analiza me që e reduktojnë gjendjen aktuale që e kanë shqiptarët sot në ngjarjet e viteve të fundit. Dhe thonë se kjo që është tani është rezultat vetëm i politikave dhe i dinamikave të jetës së fundit. Unë mendoj se kjo është një qasje shumë sipërfaqësore, nuk është reale. Reali është se rrënjët e problemit janë shumë më të thella se kaq. Andaj edhe qasja është shumë mas e domosdoshme. Do të jetë shumë mas serioze. Kosova është një shoqëri që ka kaluar në për luftra, o miq, në për spastrime etnike, në për vrasje totale, humbje familjare, pasiguri, konflikte të vazhdueshme. Dhe këtë gjendje këto, psikologët Junku, sidomos e quan fenomen si traumë kolektive, fenomeni i traumës kolektive. Ndryshe nga trauma individuale, trauma kolektive prek breza të tërë dhe ajo transmetohet edhe tek ata që nuk i kanë përjetuar ngjarjet e brezave të mëparshëm. Pas luftës dytë botnore të zonë, Gjermania ka kaluar në për dekada të tëra duke u përballur me plagët psikologjike që ja ka shkaktuar nazizmi. Gjermania për dekada ka psuar trauma edhe është përballë me plagë psikologjike. Po ne, ata 5 vjet lufti kam pasë, aty lufta e parë botnore, 5-6 vjet edhe u krye. Po ne që 150 vjet, mbi kokat tona, në vokabularin ton, në bisedimet me familje, në rrafimet që ja tregojmë fëmijëve tanë, vetë jeni prindju, ju shkon goja vetë me folën momente të rana, të përvojave të rana, tuajat me Serbije, të gjëshërve tanë, gjyshi tregon çështo na kanë bo, çështo na kanë bo. Prandaj po them se trauma kolektive, përkundër ndryshe nga trauma individuale, prek breza vazhdimisht, edhe ajo transmetohet edhe tek ata që nuk i kanë përjetuar traumat e kaluara. Po kthena pak më konkretisht, miq, te ne politika është bo fe. Përkatësi fetare, lirisht thuj përkatësive politike. Dhe një nga problemet më serioze të shqiptarëve, të shoqërisë sonë, pra është se politika ka poshuar më të qenuri një instrument qeverisjeje. Ajo është ndruar në identitet. A je me vëvën,
a je me PDK-n, a je me LDK-n. Politika tek ne, nëse jo fe ta zbos pak, është ndrue në identitet. Ne do t'i shikojmë shoqërit. Unë shpesh e tërheqi atë ligjin e komparacionit të krahasimit. Shpesh flas për përvojat e kombeve dhe shteteve tjera. Shpesh e kam përmendur se Kurani në elementi historik i përmendur në Kur'an, duke u përmendur profetet, nuk shpjegohet aty histori nga e kaluara qysh do kolegë tanë e shpjegojnë sigur do pralla, histori. Jo, ato shpjegohen dhe dohet Kur'ani i përmend dhe dohet të shpjegohen në frymën e marrjes së mësimeve nga përvojat e kombeve të tjera dhe gjeneratave e brezave të ndryshëm që kanë jetuar përgjatë historisë. Andaj edhe këto dua ta përmendi, bazuar në përvoja tjera, që të mirët mësim nga aty, në demokracit e konsolidume njerëzit i votojnë partit, u kry puna. Ndërsa në shoqërit e polarizuara, të ndara, të fragmentuara, të armitsuara për shkak të politikës, njerëzit identifikohen emocionalisht me partit. Imagjinoni ti se shka i dëgjojmë ka njere do trije, do pleq, kur i vesin ka limthina për rrugë, se çfarë përshkrime i bojnë, një lideri, një partije, ky e ka shpëtu këta, ky e ka shpëtu këta, ky është shpëtimtar jeto. Asnjë nuk është shpëtimtar. Hiç. Asnjë nuk është shpëtimtar. Secili i ka të bëmat e veta, gabimet e veta, dhe secili i ka përgjegjësitë dhe të mirat, sukseset e veta që ja ka ofruar shoqërison. Dhe shoqëria i di, historia i evidenton ato. Nëse jo historianët tanë, të cilët historinë e tregojnë ma shumë si pralla, kryesisht si anti-islame, historicizmi, fryma historike i regjistron të gjitha këto. Kjo do me thonë, kur ne identifikohemi emocionalisht me parti, do në thëtë se kritika ndaj një partije me njëre perceptohet si një sulm personal ndaj tjetrit. Në këtë moment që ka ndodh debati verbal. Aty vdes debati racional. Aty fillon tribalizmi politik. Aty fillon ndarja në ne dhe në ata, si që është aktuale tek ne. Fillon demonizimi i kundërshtarit, etiketimi i tij me fjalët më të rënda, për ta diskredituar personalitetin e tij në mënyrë që të tërhiqet dhe të bie dhe ti ta vazhdosh rrugën. Historia njerëzore tregon se pothuajse çdo konflikt i madh ka filluar pikërisht atëherë kur grupet e kanë humbur aftësinë për ta pa tjetrin si bashk qytetar dhe kanë filluar ta shohin si armik. Atëherë ku mendimi ndryshe është konsideruar si heretizëm, apo si armiqësi, apo si tradhti ndaj atdheut, ndaj fesë, ndaj shtetit. Shqetësimi më i madh nuk është që shqiptarët nuk pajtohen politikisht. Kjo është normale në shoqëri demokratike. Shqetësimi më i madh është se shumë njerëz ndër ne nuk arrijnë më të komunikojnë pa urrëtie. Nisëni nga jeta juaj e përditshme, kur flisni për parti të ndryshme. Sa për juve, sa debate në mesën tuaj vazhdojnë një orë duke folë qet, edhe me uquë, edhe me unda, me jalyp halallaku njëni tjetrit dhe se cili në përshtëpit tuaja. Ja duni me ndruhe mohabetin aty, me ikse, shese po eskalon, ja qoheni të hidhruar, të pezmatuar dhe se cili derisa shkoni në për shpia e atje ku i nisën e ku doni me shku, jeni të pezmatuar. Çka është fitue? Është fitue që ajo të cilën ne po e përshkruajmë këtu. Traum kolektive, gjendje histerike e përgjithshme e shqiptarëve. Shikuar nga perspektiva neurologjike,
Ju e dini se një vllau i një neurologi shumë të shquar, një neurologu që ka bo punë edhe bën punë të mbëdha dhe një shkencën e mjekësisë thallë, mos bona këto me livdu e vllaun, po jam të e përshkruar realitetin. Meq, neurologjia moderne jep një shpjegim interesant dhe të frikshëm, po thët Zylbehari, vllau, truri i njeriut nuk është i krijum për me jetue në konflikt të vazhdueshëm. Kur individi ekspozohet për muaj ose vite ndaj lajmeve konfliktuale, ndaj debateve dhe atmosferave konfliktuale, ndaj tensioneve politike e ndaj gjuhës agresive, tek njeriu në trurin e tij aktivizohet vazhdimisht sistemi i alarmit biologjik. Çka i bie kjo? Rjeti i nivelit, sasia e nivelit të kortizolit ngritet, rritet niveli i adrenalinës në tru, shtohet ankthi, pastaj ulet potenciali i durimit, pastaj dobësohet aftësia për reflektim racional dhe në një gjendje të këtillë njeriu reagon më shumë emocionalisht, shumë herë egërsisht e më rrallë shumë më rrallë në mënyrë logjikisht. Prandaj sot meq kur e shikojmë shoqërinë tonë, shohim shpërthime zemrimi edhe për çështjet relativisht të vogla. E thash në fillim të videos. Prandaj sot shohim agresivitet të shtuar në rrugë, në familje, në rrjete sociale, jeni dëshmitar, edhe me rastin tim miq të dashur. Veç shiko se shka bëhet në postimet dhe videot e mia. Çfarë armiqësie patologjike tregohet. Ajo armiqësi patologjike ndaj një mendimi ndryshe, ndaj një pjesëtari të një feje tjetër, ndaj një përkrasit të një lideri apo partije, është rezultat i kësaj fryme të polarizuar e cila është krijuar në shoqërinë tonë dhe të cilën po e quaj frymë histerike e përgjithshme që i kanë kapluar shqiptarët. Shoqëria fillon të jetoj në qësi ambiente atë gjendjen që neurologët e quajnë gjendje e vazhduar alarmi. Sepse trunit ti e tu i quaj lajme që aj me të majtë të alarmuar. Dhe asë një organizëm, si pas neurologëve, pra nuk mund të jetoj gjatë në alarm pa pasoja. Dhe pasojat mund të jenë serioze dhe shumë ma shumë se serioze. Një pjesë e rëndësishme e problemit tek ne lidhet edhe me zhvillimet e qëtyre medjave të cilat po i përmendi. Mediat e më parshme, meq, gazetat, televizore, dikur kanë qenë e kanë pas mision informimin. Sot jo, sot në shumë raste prioritet e kanë vëmendjen, tërheqjen e vëmendjes. Vëmendja fitohet më lehtë kur përmes konfliktit, sesa përmes arsyes së shëndosh, përse ata nuk shyren emisionet e qeta. Prandaj debatet e qeta sot zëvendësohen me përplasje, sepse e kanë krijuar çet atmosferë, është krijuar që kjo atmosferë. Analiza e zëvendëson. Analiza në fakt zëvendësohet nga spektakli. Sa më interesant, sa më ashpër, sa më agresiv, sa më me u paraqit aty me ranë sy dhe të heq vëmendje, ti je më spektakël dhe më i pranueshëm. Thjesht argumenti po zëvendësohet nga pritma dhe kakofonia. Dhe kjo nuk është gjendje veç tek ne shqiptarës, të shka po e përmendje. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Britani, edhe në Francë, në cilat shtete nuk është, vetëm ato që kanë arrit në një mënyrë apo tjetrën t'i majnë nën kontroll mediat. Megjithëse që kritikohen nga perspektiva demokratike se
nuk po lejohen mediat kështu, jo, ka shtete, ka lider të shteteve, të cilët nuk ju hapalla se shka thuhet jashtë, jo po i vlerëson, jo nuk po i vlerëson, jo po e çmon demokracinë, jo nuk po e çmon. Janë të e çmuar demokracinë, po e kanë synim shëndetin mendor të popullit të vetë, interesin nacional të shtetit të vetë, çka thuti atje jashtë e mshet palavra, e ke regullu shtetin tënë që 100 vjetë, që 200 vjetë, lind e vdes nuk e ki derë se si kime e prisht pleshnien, ani pleshnien. Të një problem e kimi të nesëm në mas një muje që ka ndodhë, që shmonët bërë shoqëria jonë me u krasu me Amerikan e me Gjerman e me Austriak. Ata pe bojmë këtahën, ta bojmë edhe na. Pa Austriakët, Gjermanët kanë shtetë, kanë histori e holandezët e franqezët, kolonizator kanë qenë, botën e ka majtë ndorë. Vetëdia demokratike është krejtësisht ndryshe atje. Edhe atje kove të fundë, sidomos në Amerikë, me ardhjen e Trumpit dhe para ardhjes e Trumpit. është polarizu shoqëria, është polarizu për shkak të interesave të grupeve të caktuara, të lobeve të caktuara, të cilat tani më po i promovon dhe po i shtyn përpara agjentat e tyre administrata e Donald Trump. Pra miq, shoqërit në shoqërit e konsolidume që kanë fillue me u diskutu temat shumë seriozisht për ndikimin negativ të medjave dhe rrjeteve sociale në shëndetin mendor të qytetarëve të tyre. Po tek ne del nej lajm që aty është bo që kjo në Poloni, është bo që kjo në Danimark, është bo në Suedi edhe mbaron aty hesapi. Të krashe pak fetar, përveç, dhe më thonë, pavarësisht dallimeve fetare që i kemi, pavarësisht dallimeve të cilat i kemi në besimet tona, mos harroni, traditat fetare, fet e kanë një mesazh dhe mund të japin një mesazh, një kontribut të çmueshëm, të përbashkët. Të zami feja e krishtere, po sikur edhe islami, sikur edhe fet të tjera, urrejtjen e konsiderojnë, urrejtjen e vazhdueshme e konsiderojnë si një gjendje që e dëmton shpirtin e njeriut dhe njeriu më pastaj dënohet që kanë ndiku për shkak se kanë ndiku tek gjendja e këtill e njerëzve. Në islam, zemrimi i pakontrolluar konsiderohet një ndër provat më të mëdha dhe që e pret dënimi më i rëndë, ndër dënimet më të rënda. Zemrimi i pakontrolluar është i urrejtur në islam. Prandaj islami jep rregulla e ligje e sene që të mos shkohet deri te kjo pikë alarmante. Në anën tjetër, në traditën e krishterë, falja edhe pajtimi janë virtytet themelore të krishterimit. Falja dhe pajtimi janë virtytet themelore. Bile teksti i krishter është shumë ma kumbues se teksti në islam. Në islam thuhet wa in ta'fu khairul lakum. Nëse e falni është më mirë për juve. Në krishterim, nëse ta kam shu këtu, jepja dhe faqen tjetër dhe mos paraqit armiqësi. Falja, toleranca është pajtimi në fen e krishter është shumë interesante. Mos i këshirni pra këto promovimet në rrjete sociale apo shtetet të cilat për nga kultura janë të krishtere se çfarë bëjnë sot, luftat të cilat zhvillohen. Nuk nisen prej parimeve fetare, përkundrazi e përdorin fen, sikur edhe në shoqëritë muslimane, në shtetet islame të cilat e përdorin fen vetëm e vetëm për përfitimet e tyre si klasa politike. Në të dy rastet meq, edhe tek islami, edhe tek krishterimi, mesazhi është një, edhe shumë i qartë. Njeriu nuk mund të jetoj gjatë duke ushqyer konflikt të përhershëm. S'mundet me quhe. Për këtë arsye edhe dënohet nga Zoti nëse nuk e dëgjon
fjalën e Zotit për falje, për pajtim, për tolerancë, për frymë ndër njerëzore në shoqëri. Për shka? Sepse shpirti lodhet, mendja lodhet, shoqëria lodhet dhe pastaj sensi i të jetuarit dhe të menaxhuarit të shoqërisë në atë shoqëri. Prandaj feja nuk dohet me u pa vetëm si çështje e ibadeteve, si çështje rituale, por dhe paraprakisht dohet me u pa, me u pranu, me u promovu, me u përdor si mekanizëm i ruajtjes së ekuilibrit moral dhe emocional tek njerëzit. Në përgjamit tona, pse jo edhe në përkisha, në përgjamit tona duhet të kumboj zëri sot, pikërisht sot të kumboj zëri, duke e trajtuar problemin kaq serioz me të cilin është duke u ballafaquar shoqëria shqiptare. E dini se e due historinë dhe flas shpesh për përvojat e kombeve tjera. Mos harroni, Gjermania pas viteve 1945 ka investu shumë në edukimin qytetar dhe në kulturën e dialogut. Shumë, sepse ka qenë shumë e polarizuar. Bie nazizmi, vin fuqit e reja, ndërhyrja fuqive të jashtme amerikane, Marshall, andej, këndej. Gjermania shumë investon para dhe kuadro, mund e ko në edukimin qytetar për kulturën e dialogut. Një rast tjetër, lexone, Ruanda pas vitit 1994 investon ma shumë se 30 vjet më parë në procesin e pajtimit kombëtar. Ne ndoshta nuk jemi në konflikt kombëtar, por ka nevojë investime të njerëzve, në njerëz, në procese, për një pajtim politik që është polarizu shoqëria jonë ka shumë. Se në Shqipëri, mazi se të na e paraneve, tani edhe të ne këto, e veç ka fillue edhe në Macedoni. Tjetër, Finlanda ka investu në edukim mediatik, ndë shtete që mas shumë t'i ka investu në këtë pikë është edhe për t'i bërë qytetarët në mendesi sa më pak të dallueshëm mes vete, sa më pak të manipulohen dhe që informacioni të pranohet ashtu me arsyen për shka je për qaj informacion. Jo u dha punë e kryme, jo, kush e ka dhënë qëto, për shka e ka dhënë qëto, ku e ka qëllimin këto. Finlanda e ka bëhe. Danimarka ka investu shumë në forcimin e komuniteteve, brenda shoqërisë, komuniteteve lokale, ka investu shumë në besimet sociale, në besimin e njëri tjetrit. Asnjë nga këto vende nuk i kanë zgjidh problemet e tyre vetëm nëpërmes zgjedhjeve. Qeverit atje, jo, politika kanë ndihmue ta orientoj shoqërinë, por zgjedhjet nuk i kanë ndihmue dhe nuk i kanë zgjidh këto probleme serioze në shoqëritë që sapo i përmendja. Asnjë nuk e zgjidhi vetëm duke e zgjedh një qeveri të re. Asnjë problem në këto shtete dhe në shumë shtete. Ato shtete kanë investuar në kulturë, kanë investuar në edukim, kanë investuar në dialog, kanë investuar në mirëqenie psikologjike. Në mirëqenie psikologjike. Për herë të tretë, shtetet e prosperuara, sidomos në Evropë, por gjithandej në botë, masë shumëti kanë investuar në mirëqenie psikologjike. Ky është mësimi më i madh që do të marrim ne nga shoqëritë e prosperuara. Çfarë do të bëjmë shqiptarët sot? Do të kuptojmë se jo çdo debat meriton energjinë tonë. Njeriu nuk ka detyrim moral të konsumoj 12 orë në ditë me pa lajme, me pa politika. E dyta, do të kthyer kultura e leximit. Sa më shumë lexoni libra miq, sa më shumë lexoni analiza miq, një kom që lexon më shumë mendon më thellë dhe mendon më mirë. Një kom që jeton vetëm me tituj dhe me statuse, mendon emocionalisht dhe detyrimisht gabon sa herë të mendoj. Mos unë dalni në thumbë nejla që i qes une aty.
mos undalni në titujt e lajmeve, mos bini në kurthën e titujve të lajmeve, por lexojeni lajmin, lexojeni videon, dhe më pastaj jeni tek përfundimet e tyre. Dhe e treta, do të formohet, të forcohet, të promovohet, të flitet shumë për familjen dhe vlerat e familjes. Pikërisht kjo është një prej dy arsyeve kryesore pse Abdullah Klinakun e kam quajtur Mamdan. Ndoshta të dikush mund të mirët si egzageruar, sepse i ka dy gjana të cilat sot më së shumti i nevojitën shoqërisë shqiptare. Një, promovimi i vlerave familjare. Edhe të tjerët flasin për familje. Të gjithë ndoshta e din vlerën e familjes, por jo të gjithë qenë të gatshëm të ngrisin diskursin për familjen dhe të çojnë në nivel të kauzës për familjen në shoqërinë kosovare. Dhe e dyta, e kam mbështetur dhe do ta mbështes. Pikërisht për shkak se është i kundërt i të gjitha këtyre anomalive të cilat i përmenda tani. Është personalitet dhe duhen personalitete si ai, që hecë rrugës së mesme, që nuk mbështetet në votat dhe në vlerat e ekstremiteteve të ndryshme. Shoqërisë Kosovës, shoqërisë kosovare i dohen njerëz të cilët promovojnë vlerat mesatare, të cilat i do edhe Zoti, i do edhe historia dhe janë mëse të domosdoshme për shoqërinë tonë. Psikologjia moderne miq ka vërtetuar se marrëdhëniet njerëzore janë mbrojtësi më i fuqishëm kundër depresionit, kundër ankthit, kundër izolimit. Dhe e fundit në lidhje me këta, do t'i rikthehemi respektimit të mendimit ndryshe. Nuk është e nevojshme, o vllazën, të pajtohemi për gjithçka, por është mëse e domosdoshme të mësojmë që të bashkëjetojmë me dallimet të cilat i bartim në ball na shkruajnë këto dhe i promovojmë. Pra, nuk është e rëndësishme, gjithë që jemi në kohë fushate, e ka vlerën dhe rëndësinë se kush po i fiton. Por, folur në përgjithësi, nuk është më e rëndësishmja kush po i fiton votat dhe kush do ta udhëheqë sot këtë shoqëri të traumatizuar. Por, më e rëndësishme është të shtrohet pyetja çfarë lloj shoqërie do të jemi ne pas 10 vjeteve. Cila parti politike, cila qeveri deri tashme ka thonë se pas 10 vjeteve në rrafshin psikologjik, në rrafshin social, në rrafshin e frymës së tolerancës, pas 5 viteve, pas 10 viteve do të jemi kështu. Cila qeveri deri tani, që nga pas lufta, erdhi me plane jo 5 vjeçare, 2 vjeçare në rrafshet sociale për të cilat kemi aq nevojë. Dhe sot, më shumë se kur, Kosova dhe ne shqiptarëve na dohen pikërisht, cilat sa më pak histeri, sa më pak urrëtie, sa më pak zhurmë dhe shumë më shumë qartësi mendore, maturi qytetare, urtësi kombëtare, ta lirojmë qytetarin nga presioni psikologjik që është duke ju shkaktuar. Pra, miq, në Ballkan shpesh njerëzit e emërtojnë apo e përzin zemrimin me forcën. Në shoqëri të konsoliduara, në shoqëri me taban, ata që bërtasin, shoqëri të cilat bërtasin nuk janë më të fortat, por janë ato shoqëri, ato grupe që kontrollojnë pikërisht emocionet e tyre. Dhe duke dashur ta bëj një përfundim këto, një thirrje për elitën shqiptare. Duke ju thënë, problemi më i madh është se shumë njerëz të cilët duhet të qetësojnë shoqërinë sot, ata po e nxisin këtë spektakël mediatik dhe po i fryejnë zjarrit i cili është duke e kapluar shoqërinë tonë, sidomos brezat e ri. Shoqëritë nuk udhëhiqen vetëm nga politikanët meq. Shkruan e dikon këta. Shoqëritë nuk dohet, po në fakt nuk udhëhiqen vetëm nga politikanët. Ata udhëhiqen dhe do të udhëhiqen edhe nga fytyra
të njohura eminente, nga gazetar, nga profesor, nga analist të qmushëm, nga imam të vyeshëm, nga priftrin që ja dojnë të mirën kësaj shoqërie, nga mësues të vyeshëm, tolerant, nga artist, nga intelektual. Kur këto shtresa më pastaj e humbin gjuhën e urtësisë, përkundrazi bëhen pjesë e zhargonit ndarës dhe përçarës të shoqërisë, e gjithë shoqëria fillon të humb bosullën e vet në jetë. Dhe një komb fillon të lodh vetveten, lodhet në histori kur fillon të lodhet nga brenda. Dhe kur fillon të lodhet kombi nga brenda, nuk ka nevojë më për kundërshtar të jashtëm. Do të mësojmë përsëri si të debatojmë, pa e urryer një tjetrin, pa e kundërshtuar ashpër, e pa u armiqësuar në përmasa të frikshme si që jemi sot, vetëm e vetëm pse mendrojmë ndryshe. Sepse kombet nuk mbjetojnë vetëm fal forcës së armëve apo të ekonomisë. Kombet mbjetojnë, qëndrojnë stoik në jetë, kur ruajnë shëndetin e mendjes, qetësinë e shpirtit dhe urtësinë e zemrës. Andaj, miq, si fund të kësaj video, unë do të jap disa sugjerime konkrete për të i kaluar kjo situatë në baza individuale dhe në baza shoqërore. E para, nuk është normale që njeri t'i kaloj 5-6 orë, mos thash Zotit 12 orë, t'u pa debate, t'u lexu statuse e të bo. Vendosni rregullin, pra 30 minuta lajme të jenë të mjaftueshme. Pjesa tjetër e ditës t'i kushtohet jetës reale, jetës familjare, punës, biznesit, të tjerave, të mos merremi me ato se çka thot politika. Askush nuk e përmirëson Kosovën duke u zemruar 12 orë në Facebook e duke u shah në rrjetet sociale. Mos i shndroni partitë tuaja në identitetin tuaj. Asnjë parti nuk është familja juaj. Asnjë lider nuk është feja juaj. Asnjë qeveri nuk është kombi juaj. Votoni këtë doni, por sigurojeni dhe mbrojeni bindjen tuaj dhe atë promovoni nëse është me vlera. Por mos e humbni miqësinë, mos e dëmtoni familjen, mos e dëmtoni dinjitetin tuaj për shkak të interesave politike apo për shkak të partive apo liderëve të partive të tyre. Bëni një agjerim mediatik, një ditë në javë pa lajme, pa Facebook, pa TikTok, pa kurrëhesh, larg politikës. Truri ka nevojë për pushim, sikur zemra që ka nevojë për pushim pas vrapimit dhe lodhjes. Rikthehuni librit miq të dashur. Lexojeni në muaj vetëm një libër. Histori, fe, filozofi, psikologji, biografi, nuk është më rëndësi se çfarë lexoni, por merreni dhe betohuni se me të parin sot, po e nisi leximin e këtij libri, me 30-in a me 31-in unë dua ta përfundoj. Keni me pa se sa ka me ndryshuar në jetën tuaj. E tjetra, ecni sa më shumë, së paku 60 minuta në ditë të ecni. Shumë shpjegime shkencore tregojnë se ecja ul ankthën shumë, shtresin dhe nervozizmin. Mos të dëgjoni lajme vazhdimisht. Mos i dëgjoni dhe mos rrini në tavolinë me njerëz të cilët i kanë nervat e bullit. Folja çka folje ti, ai e imponon mohabetin e vet të politikës. Mos ikni prej këtyre njerëzve, thjesht ikni prej këtyre njerëzve. Nëse nuk keni arrit nëpërmes këshillave dhe insistimeve tuaja të ndryshoni, ata të cilët ju imponohen në jetën tuaj që vazhdimisht ju flasin për politikë, ikni prej tyre, mos u ulni në tavolina me ta. Mos e ushqeni urrejtjen në zemrat tuaj, mos e shpërndani çdo video që juve ju zemron, mos e këshillni videot të cilat juve ju shqetësojnë, mos e komentoni çdo provokim, mos u bëni pjesë e zinxhirit të zemrimit që aq shumë është përhap në shoqërinë tonë. Shumë konflikte jetojnë
vetëm e vetëm sepse ne vazhdimisht I ushqejmë ato. Kaloni ko sa më të gjata me familjarët tuaj, me njerëzit të cilët din me fol, din me ofrue vlera, din me tregue shkencën, filozofien, fejen, gjera interesante, dëgjoni ata dhe shoqërohuni me ta. Ikni pej provokatorëve të cilët e atakojnë shahdamarin e shpirtit tuaj dhe javbojnë jetën tuaj të rënduar. Deri në ato përmasa, sa dhe në familjet tuaja më pastaj tregoheni agresiv, sepse nuk mundi me baj gjendjen, sepse keni hyrë në shtëpi me kokën e ajur nga lajmet dhe shtimjet e njerëzve të cilët janë të lindur që të jenë të tillë. Ruajeni jetën shpirtënore, o vllazën, pavarësisht bindjeve fetare. Lutuni sa më shumë te Zoti, meditoni sa më shumë, reflektoni pozitivisht sa më shumë, lexoni tekste të cilat kanë frymë shpirtërore, tekste fetare lexoni kanë njëherë. E majtet fejen apo nuk e majtet, e dashtet apo nuk e dashtet. Ju garantoj se nëse lexoni frymën mistike, frymën shpirtërore të fejes, ka me ju dhuru shumë një qetësi në jetën tuaj. Bëhuni mirë njohës, fjallën ju falemderit, ju lutem, përdoreni shpesh edhe me antarët e familjes suaj, edhe me garsonët, kamarierët kur ju vinë të tavolina, edhe në autobus, edhe shoferit, edhe ati, ju falemderit, ju lutem, sa bukur fole, sa I sjellshëm që je, folni fjalë që ti dëgjon truri, sepse truri e aktivizon trupin në bazë të asaj qysh e dëgjon tyje duke folur. Flet ashpër truni thot aktivizoj mekanizmat e ashpërsisë, tanket dhe armët, tregov agresiv. Flet ëmël truni I thot trupit dhe mendjes tane ty të orienton ka jeta e ëmbël. Siç I flet trunit, siç të dëgjon tyje truri I zhvillon dhe I nxit po ata mekanizma në jetën tënde. Përqendroni te ajo që mund ta ndryshoni jo vetë me dorën tuaj. Shumë njerëz vuajnë sepse shqetësohen për gjëra të cilat nuk I kanë kontroll. O vllavi jam, nuk të ka quhe veç ty Zoti me mbroj dinin e Allahit. Mos e merr veten ashtu. Mos e parlaj për veti se nëse ti nuk lëviz shkon dini I Allahut. Mos e merr veten ashtu. Mos e përftyro vetin se pa ty e zhduket Kosova, se pa ty e rënohet kombi, se pa ty e kështu. Merri çështjet me fleksibilitet, me sportivitet. Bënu I qetë në shpirtin tënë se e shashtris shpirtin tënë dhe e shkakton më pastaj histerin kolektive e cila I ka kapluar shqiptarët. Thjesht, mundohuni të kontrolloni gjuhën tuaj, sjelljen tuaj, familjen tuaj, edukimin tuaj, shëndetin tuaj, karakterin tuaj dhe pikërisht aty fillon ndryshimi I vërtet, I teje si individ dhe nëpërmes teje I shoqërisë. Mos lejoni që politika të pushtoj mendjen tuaj aq shumë sa të ju merr qetësinë, t'ja u merr miq tuaj, t'ja u merr familje tuaj, t'ja u merr lumturinë tuaj të cilën dhe për të cilën ju nesër do të përgjigjeni para Allahut. Kosova do të bëhet më e mirë atëherë kur qytetarët e saj do të jenë më të qetë, jo atëherë kur fiton kjo parti apo ajo parti, jo atëherë kur ky lider apo ai lider bëhet president e bëhet kryeministër. Ka rëndësi edhe kjo në jetën politike. Orientimi shtetënor varet shumë nga lideri politik, nga kryeministri e presidenti I vendit. Megjithatë, Kosova do të bëhet më e mirë, shumë më e mirë, atëherë kur qytetarët e saj kanë një jetë të qetë, kur ata bëhen më të arsimuar, kur ata bëhen të durueshëm, kur ata bëhen më të shëndetshëm mendërisht dhe më të aftë që të jetojnë së bashku pavarësisht dallimeve në jetën, pikpamjet dhe ideologjit e tyre. Meq,
për fund të fundit, mos lejoni që politika dhe mediat, grupet e interesit tua vjedhin qetësinë në jetën tuaj. Një jetë do të keni dhe atë shfrytëzojeni për të mirën tuaj dhe të familjeve tuaja. Në jetë do të ke gjithmonë zgjedhje, gjithmonë parti, ka me pas konflikte, ka me pas debate, ka me pas politika vazhdimisht, por fëmijët tuaj kanë nevojë më së shumti për një prind të qetë, kanë nevojë për ty, kur e sheh televizionin buzëqesh, dhe e ndan buzëqeshjen dhe gëzimin me fëmijët tuaj, jo të bëhesh azhdër në shtëpinë tënde për shkak të pikpamjeve të tua ideologjike, fetare, politike, ekstremiste. Bashortja juaj kanë nevojë për një njeri të qetë në shtëpinë tuaj. Shoqëria ka nevojë për qytetar të qetë dhe kombi shqiptar sot ka nevojë për njerëz që mendojnë me mendje të kthjellet, jo me nerva të acaruara dhe të lodhura. Mos ja falni askujt në këtë botë paqen e zemrës suaj, sepse kur humbet qetësia e shpirtit, qetësia e zemrës dhe qetësia e mendjes, njeriu më pastaj fillon të humb shumë më tepër sesa një debat politik i cili u është imponuar në jetën tuaj. Natën e mirë.